Zbuloni sekretet për t'i thënë lam të mirë rrathëve të zinj poshtë syve. Shmangja e rrathëve të zinj nën sy është një shqetësim i zakonshëm për shumë njerëz dhe ka disa mënyra efektive për të parandaluar ose reduktuar ato. Një nga shkaqet më të zakonshme të rrathëve të zinj është lodhja, kështu që gjumi i mjaftueshëm dhe cilësia e tij është hapi kryesor për të mbajtur larg këto shqetësime. Pini më shumë ujë dhe përdorni kremra hidratues në zonën e syve, duke përfshirë çdo përmbajtje të vitaminës C dhe të vitaminës E te kremrat, do të ndihmoni në rritjen e elasticitetit të lëkurës. Po kështu dieta e pasur me antioksidantë si fruta dhe perime mund të përmirësojë shëndetin e lëkurës dhe të reduktojë shfaqjen e rrathëve të zinj. Një faktor tjetër kontribues është stresi, i cili mund të ndikojë në shëndetin e përgjithshëm dhe të shkaktojë shfaqjen e rrathëve të zinj. Paqësia dhe stresi janë faktorët parësor. Nëse vuani nga rrathët e zinj, mundohuni të flini, të hidratoni lëkurën dhe gjithashtu të mbani sa më të vogël nivelet e stresit në trupin tuaj.